Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Belinda Balluku flet për akuzat e SPAK dhe deklaron se ka besim te drejtësia, falenderon kryeministrin Edi Rama për besimin e dhënë gjatë këtyre viteve. Ministrat e rinj dhe zëvendës kryeministri betohen para presidentit Begaj, pas ceremonisë nisin menjëherë punën duke marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë. Arben Ahmetaj merret i pandehur për incineratorin e Elbasanit, SPAK e akuzon për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje e mosdeklarim të pasurisë. Presidenti Osmani shpërndan parlamentin duke e çuar Kosovën drejt zgjedhjeve të reja, ndërsa Albin Kurti e konsideron vendimin shkelje të hapur të kushtetutës. Në zonës 15 vjeçar nga fshati Shënavlashi, Durrësit plagosit me thik gjatë konfliktit me disa të mitur të tjerë, debati mes adoleshentëve nisi në rrjetet sociale. Njëhem gjërësisht me lajmet. Belinda Balluku ka folur hapur për herë të parë gjërësisht për akuzat e prokurorisë ndaj saj, duke mohuar pretendimet e organit të akuzës. Gjatë dorëzimit të detyrës tek ministri i ri i infrastrukturës, ajo tha se beson tek drejtësia. Balluku po ashtu falenderoi kryeministrin Rama për besimin e dhënë gjatë gjithë kësaj kohe. Belinda Balluku reagoi për herë të parë pas shkarkimit nga detyra, duke komentuar hetimin e nisur ndaj saj dhe akuzat e hedhura nga opozita. Gjatë ceremonisë së kalimit të stafetës tek Enea Karakaçi, Balluku mohoi të ketë kryer korrupsion dhe nxiti drejtësinë të vijojë hetimet. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis hetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur. As në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Balluku ju përgjigj edhe kreu të PD-s Sali Berisha, i cili në daljet e tij për mediat ka pretenduar se ish zëvendës kryeministria gëzon 300 apartamente. Këto akuza Balluku i quajti gjyqe publike. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Mes të tjerash, Belinda Balluku falenderoi edhe kryeministrin Edi Rama për rrugëtimin e përbashkët gjatë këtyre viteve. Unë duhet të përfitoj nga rasti që të falenderoj kryeministrin Rama për gjithë besimin dhe mundësinë që më ka dhënë, por mbi të gjitha për shembullin që ka krijuar me mënyrën e tij të leadershipit. Jam munduar të ndjek shembullin e tij me ju dhe me gjithë ata që kanë punuar me mua në këto vite, dhe për të thënë të drejtën, është shkolla më e mirë. Balluku pohetohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera. SPAK ka kërkuar që asaj të hiqet imuniteti i deputetit për t'i hapur rrugën arrestit, por parlamenti nuk është shprehur ende. Një ditë pas votimit në parlament, 6 ministrat e rinj si dhe zëvendës kryeministri e re Albana Koçiu janë betuar përpara presidentit Begaj. Pas ceremonisë, të gjithë ata janë drejtuar kryeministrisë, ku morën pjesë në mbledhjen e qeverisë të thirrur nga Rama. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu dhe 6 ministrat e rinj u betuan këtë të premte para presidentit të Republikës Bajram Begaj. Betohem. Në ambientet e pallatit të brigadave u betuan mbi kushtetutë dhe morën zyrtarisht detyrën zëvendës kryeministri Albana Koçiu, ministri i jashtëm Ferit Hoxha, ministri i brendshëm Besfor Lamallari, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, ministri i drejtësisë Toni Gogu, ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi dhe ministra për marrëdhënien me parlamentin Eriona Ismaili. Betohem. Menjëherë pas ceremonisë së betimit, ministrat e rinj shkuan në kryeministri për të marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë.
Kryeministri Edi Rama vendosi të ndryshojë për herë të parë qeverinë e mandatit të katërt në 26 shkurt. Rama largoi nga qeveria zëvendëskryeministrin Belinda Balluku, ministrin e jashtëm Elisa Spiropalin dhe ministrin e mbrojtjes Piero Vengu. Ndryshimet u realizuan vetëm pak ditë pasi gjykata kushtetuese dështoi të merrte një vendim për ankimimin e kryeministrit Edi Rama dhe rrjedhimisht la në fuqi masën e pezullimit nga detyra të ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Pas përplasjeve në kuvent mes Albana Vokshit dhe Taulant Ballës, opozita kërkon përjashtimin me 2 muaj të kreut të grupit të Partisë Socialiste. Ndërkohë socialistët vetë kërkojnë ndryshkimin e deputetëve Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Demokratike kërkon përjashtimin me 60 ditë nga kuvendi të kryetarit të grupit parlamentar socialist Taulant Balla për shkak të fjalëve fyese që ai përdori ndaj deputetes demokrate Albana Vokshi në seancën e 5 marsit. Kërkesa e firmosur nga 20 deputetë të Partisë Demokratike është depozituar zyrtarisht në kuvent, ndërkohë që në mbledhjen e komisionit të jashtëm, ku Albana Vokshi mban postin e nënkryetares, të gjithë deputetët e opozitës kërkuan marrjen e masave disiplinore ndaj Taulant Ballës. Nga ana e saj, mazhoranca vuri në dukje se qëndrimi ndaj fjalorit të papërshtatshëm duhet mbajtur njësoj, edhe kur ai përdoret nga deputetë të opozitës. Unë nuk di se cila prej këtyre çështjeve e preku kryetarin e grupit parlamentar tuajin që reagoi në atë mënyrë, sepse shënjestrimi ishte politik. Po tentojnë të godasin opozitën. Nga ajo që unë pas vetë mbrëm kuvend, dua t'i kërkoj unë personalisht ndjes kolegës time Albana Vokshi. Ishte situatë shumë e pakëndshme. Ajo që bëri zoti Balla, kërkoj falje 3 herë, është hap që duhet pranuar. Por nga ana tjetër dhe ne presim një gjë, sepse në atë seancë, dhe jo vetëm në atë seancë në brendshme, por dhe në seanca të mëparshme në mënyrë konstante, klidet me një gjuhë shumë të keqe, ndaj grave të përfaqësuara në atë kuvend minimumi. Ndërkohë, Partia Socialiste kërkon përjashtimin me 10 ditë të kryetarit të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi për shkak të fjalëve fyese ndaj zotit Balla dhe përjashtimin me 30 ditë të Klevis Balliut, i cili tentoi t'i heqë mikrofonin deputetit socialist. Mbrëmjen e së endes, parlamenti u përfshi në debate të ashpra për shkak të fjalëve që Taulant Balla përdori ndaj demokrates Albana Vokshi. Seanca u ndërpre 2 herë dhe për shkak të tensionit në sallën e parlamentit, socialistët i dhanë fund diskutimeve dhe kaluan direkt në votim. Prokuroria e posaçme mori për herë të dytë të pandehur ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Këtë herë ai akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë në çështjen e incineratorit të Elbasanit. Arben Ahmetaj merret i pandehur për inceneratorin e Elbasanit. Për ish zëvendës kryeministrin Arati prej 2 vitesh, hetimet e SPAK u mbyllën duke u finalizuar me 3 akuza: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje e mosdeklarim pasurie. Prokuroria i njoftoi akuzat edhe 7 personave të tjerë, mes tyre bën pjesë bashkëshortja Eriola Hoxha dhe ish bashkëshortja Ahmetajt Albina Mançka. Të dyja u vu në bankën e të akuzuarit për pastrim parash e mosdeklarim të tyre. Dosja kryesore nga rrjedhoi hetimi për Arben Ahmetajn ishte inceneratori i Elbasanit. Hetimi provoi se mes ish numri 2 të qeverisë dhe pronarëve të inceneratorëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto ka patur marrëdhënie korruptive. Ish zëvendës kryeministri i vendit Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa ka kërkuar azil politik në Zvicër. Aktualisht, Ahmetaj po gjykohet për shpërdorim detyre për dosjen Buka. Presidentja Vjosa Osmani shpalli shpërndarjen e Parlamentit të Kosovës duke e çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Vendimi erdhi për shkak se kuvendi dështoi të zgjedh kreun e ri të shtetit. Gjatë seancës së mbrëmshme, opozita bojkotoi procesin, ndërsa Kosova përfshihet në një tjetër krizë politike. Parlamenti i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e vendit. Në këto kushte, Vjosa Osmani nxori menjëherë dekretin për shpërndarjen e kuvendit, duke bërë që Kosova të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Osmani u shpreh më tej se askush nuk do duhej të dëshironte një situatë krize politike, sidomos në këto momente kur vendi ka nevojë për stabilitet.
Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por procedura për zgjedhjen e presidentit, edhe pse mund të fillojë deri 60 ditë para afatit të fundit, nuk mund të shtyhet më tej, por patjetër duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Pra afati përfundimtar është i qartë, ka qenë mbrëm në mesnatë, dhe presidenti nuk mund të zgjedhet pas këtij momenti. Presidenti Osmani i ka ftuar krerët partijak për të diskutuar datën e zgjedhjeve të reja, por partia vetëvendosje nuk ka marrë pjesë. Mbrëmjen e të njëjtës, në mungesë të kuorumit të deputetëve, kryetaria e kuvendit u detyrua ta ndërpresë seancën. Vetëm 66 deputetë të shumicës parlamentare morën pjesë në seancë, e cila nga ana tjetër u bojkotua tërësisht nga partitë politike opozitare. Pas dështimit të procesit, kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu bëri të ditur se ka kërkuar nga gjykata kushtetuese t'i pezulloj përkohësisht afatet kushtetuese lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Kreu i vetëvendosjes bëri përgjegjëse presidenten për situatën në të cilën ndodhet Kosova. Megjithse Vjosa Osmani shpërndau parlamentin, Albin Kurti tha se nuk mund të flitet për zgjedhje të reja pa folur gjykata kushtetuese. Albin Kurti e ka cilësuar dështimin për zgjedhjen e presidentit të ri dhe shpërndarjen e kuvendit nga Vjosa Osmani, shkelje të qartë të kushtetutës. Ky proces nuk arriti ta konsumojë as raundin e parë, me që munguan që të gjithë deputetët e partive opozitare, PDK, LDK e AK, dhe partia e cila vazhdon të dirigjohet nga Beogradi, Lista Serbe. Të gjithë e keni parë mbrëm pamjen e seancës plenare të kuvendit të Republikës. Kush ishte në qendër. Kush nuk ishte në qendër, nuk ishte fare sepse nuk erdhi. Kreu i vetëvendosjes po ashtu fajsoi edhe opozitën që mungoi në seancë. Asnjë deputet i cili mungoi nuk e ka njoftuar kryetarin e kuvendit, zonjën Albulena Haxhiu, për arsyeën e mungesës. Prandaj tash kjo lëndë është në gjykatën kushtetuese. Sa i përket zgjedhjeve të reja, Kurti theksoi se do të pres vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila pritet të japë verdiktin pasi vetëvendosja ka goditur dekretin e presidentes Osmani. Ndodhemi në një situatë kur unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese. I pyetur se përse partia e tij nuk e propozoi presidenten Vjosa Osmani për një mandat të dytë, kreu i vetëvendosjes theksoi se e dinte që ajo nuk do të siguronte dot kuorumin. Një 15 vjeçar nga fshati Shënavlash i Durrësit është plagosur me thik gjatë një konflikti me disa nxënës të tjerë në shkollë. Debati mes adoleshentëve nisi në rrjetet sociale dhe më pas u pasua me përplasje fizike. Fatmirësisht, konflikti është ndërprer nga ndërhyrja e mësuesit dhe oficerit të sigurisë. Një konflikt mes disa nxënësve ndodhi paraditën e kësaj të premteje në një shkollë në fshatin Shënavlash në Durrës. Rreth orës 9:30 të mëngjesit, disa të mitur të moshave 15, 16 dhe 17 vjeç janë përfshirë në një konflikt fizik me njëri tjetrin, por fal ndërhyrjes së menjëhershme të oficerit të sigurisë dhe stafit pedagogjik të shkollës është bërë mundur ndërprerja e konfliktit dhe parandalimi për shkallëzimit të situatës. Por nga dhuna e ushtruar ka mbetur i dëmtuar lehtë me thik një nxënës 15 vjeçar. Paraprakisht mësohet se debati mes adoleshentëve ka nisur fillimisht në rrjetet sociale si TikTok dhe këtë të premte ata janë konfliktuar edhe fizikisht me njëri tjetrin. Policia ka shoqëruar të miturit në komisariat, ndërkohë që hetimet po kryen në praninë e psikologut, përfaqësuesve ligjor, oficerit të sigurisë, stafit pedagogjik dhe prindërve të nxënësve. Nxënës së gjimnazit Sulejman Delvina kanë protestuar këtë të premte para komisariatit të policisë në Delvin pas një incidenti të rëndë të ndodhur në shkollë. Protesta vjen pas një përplasje mes dy nxënësve që përfundoi me përdorimin e një thike, ku një prej tyre është goditur në shpatull. Sipas nxënësve, situata problematike në shkollë është denoncuar disa herë më parë në drejtori, por nuk janë marrë masa konkrete për ta parandaluar. Edhe pse është pranuar se një nga nxënësit kishte sjellje problematike,
Ata thonë se nuk është ndërhyrë në kohë. Ngjarja ka nisur brenda ambienteve të shkollës dhe më pas situata ka agravuar pasi nxënësit janë larguar nga aty. Sipas dëshmive të nxënësve, prindërit nuk janë njoftuar për incidentin dhe nxënësi i përfshirë është lejuar të largohet nga shkolla para përfundimit të orarit mësimor. Ata kërkojnë që institucionet të hetojnë ngjarjen dhe të marrin masa për të garantuar sigurinë e tyre. I vënë përballë provave të siguruara nga policia, autori i grabitjes së një pike këmbimit valutor në Tiranë ka pranuar krimin, por gjatë dëshmisë ai është justifikuar se ishte i detyruar për shkak të borxheve të mëdha dhe se kishte nënën të sëmurë. Luan Maçi, autori i grabitjes me armë të pikës së këmbimit valutor në zonën e 5 Majit, fillimisht ka mohuar akuzat e policisë duke thënë se nuk kishte lidhje me ngjarjen. Por rrobat që efektivët e komisariatit numër 4 gjetën brenda në lavatriçe u provua se ishin të njëjtat me ato të përdorura ditën e grabitjes. Pas kësaj Luan Maçi ka pranuar se ishte autori i krimit duke treguar edhe mënyrën se si organizoi. Kisha planifikuar që grabitjen ta bëja që më përpara. Por, pas grabitjes me armë të bankës në zonën e Ishparkut u friksova dhe mendova ta shtyja planin për më vonë. Isha i detyruar sepse kam shumë borxhe dhe kam nënën sëmurë në gjendje shumë të rëndë. Luan Maçi sapo kreu grabitjen u largua në këmbë dhe hyri brenda tregut të madh të medreses. Më pas ai doli në anën e pasme të tregut në Rrugica. Në një puset fillimisht fsheu pistoletën, më pas mori një taksi dhe nga aty shkoi në shtëpi. Menjëherë ai hoqi mjekrën me shpresën se kështu nuk do të identifikohej nga policia. Është zbardhur një tjetër episod i trafikut kombëtar të kokainës nga Kolumbia drejt Shqipërisë. Këtë të premte, gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest me burg për 5 persona. 3 prej tyre kanë rënë në prangat e policisë, ndërsa 2 janë shpallur në kërkim. Bëhet fjalë për një sasi prej 485.5 kg kokainë e ardhur nga Kolumbia, që u zbulua e fshehur në një ngarkesë me ple organik artificial në vitin 2022 në Fier. Me identifikimin e 5 bashkëpunëtorëve të rinj, numri i personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal ka shkuar në 15. Qeveria ka vendosur të kompensojë bizneset për detyrimet që lidhen me rritjen e pagës minimale në 50.000 lekë. Në mbledhjen e kësaj të premte është miratuar kompensimi financiar për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punëdhënësit. Ky kompensim do të jepet për çdo muaj duke filluar nga janari deri shtatori në këtij viti. Në vendimin e Këshillit të Ministrave janë listuar biznese që përfitojnë dhe procedurat që duhet të ndjekin për të marrë kompensimin. Ky kompensim do të jepet çdo muaj nga Drejtoria Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Punësimit. Për shkak të konfliktit të përshkallëzuar mes Izraelit dhe Iranit, Ministria e Jashtme u bën thirrje shqiptarëve të mos udhëtojnë drejt vendeve të lindjes së mesme deri në qetësimin e situatës atje. Sipas ministrisë, do të ketë një njoftim të dytë se kur shqiptarët mund t'u rikthehen udhëtimeve të tyre. Situata në këtë rajon vijon të mbetet e paparashikueshme dhe e paqëndrueshme. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme po ndjek me vëmendje zhvillimet dhe do të vijojë të informojë publikun në mënyrë të vazhdueshme, thuhet në njoftimin zyrtar të ministrisë. Peshngritësia jonë më e talentuar Enkileda Carja dhe boksierja Esmeralda Jonusaj kanë zgjedhur të përfaqësojnë flamurtarin. Klubi Blonjat prezantoi 2 sportiste të reja që shtojnë ambicjet e bregdetareve për të dominuar 2 sporte individuale në vendin tonë. Dy sportiste elitare i bashkohen klubit shumë sportësh flamurtari. Enkileda Carja, peshngritëse e talentuar, shpresa më e madhe shtangës tonë, si dhe boksierja Esmeralda Jonusaj, u prezentuan si sportistet më të reja të klubit Vlonjat nga drejtoreja shumë sportçi tek flamurtari, Elona Hasanaj. Ajo deklaroi se këngulja për të afruar 2 sportiste elitare lidhet me ambicjet e flamurtarit për të dominuar sportet individuale në vend, gjë cilën po e bën edhe në ekipor prej vitesh me ekipin e basketbollit për femra. Është një ditë shumë e rëndësishme që një lojtare niveleve të tilla do të garojë për fanellën e flamurtarit për të sjellë sa më shumë medalje, tituj dhe për t'i dhënë një shtytje akoma më të madhe peshngritjes në Vlorë. Dhe më vjen shumë mirë përsëri që për fanellën e flamurtarit, për herë të parë, ndoshta
mbas shumë vitesh, garon një vajzë në boks. Emocionet e rastit nuk munguan as tek vajzat dhe trajnerët e tyre, të cilët shpalosen edhe objektivat për të vijuar me të tjera trofe, medalje dhe kupa për ngjyrat e flamurtarit. Si pjesë e ekipit të flamurtarit, shpresoj dhe mendoj që do vazhdoj të kem arritje të mëdha siç kam pasur dhe vitet më para dhe shpresoj të sjell sa më shumë arritje. Si fillim dua që të falenderoj shumë për mikpritjen këtu te klubi flamurtar dhe që kam nderin që të trajnohem edhe me trajnerin e mjeshtrin e madh Gëzim Zeneli dhe shpresoj shumë që të arrijë një ditë që të marr akoma dhe më shumë medalje ndërkombëtare dhe pse jo të kualifikohemi për ato olimpike. Lëvizja e peshngritjes së talentuar Ngeleta Carja duket më befasuesja në fakt. 18 vjeçare ka qenë pjesë e Elbasanit dhe pastaj Teutës, por oferta financiare në këtë rast ka ndikuar në këtë zgjedhje duke marrë në konsiderat vështirësitë jo të vogla e të bërit sport në vendin tonë. 18 vjeçari është rekordmene e Europës për të reja, e ka një potencial të jashtëzakonshëm për të dhënë flamurtarit dhe Shqipërisë shumë medalje në të ardhmen. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.